Nëse do t'ju thoshja që në hën ka një bazë aliene, ju do t'a besonit? Ose më mirë, nëse do t'ju thoshja që ata që modifikuan majmunin e lasht jetojnë në brëndësi të hënës, ju çfarë do mendonit? Ndiqeni këtë material dhe do t'ju lutesha që ta ndiqni deri në fund dhe pastaj jepni mendimin tuaj, sepse diskutimet e përbashkëta padyshim çojnë në rrugën e duhur për të kuptuar më mirë, por unë des shkëndijën dhe së bashku diçka arrim. Pra, së pari informohemi, por ajo që është më e rëndësishme në këtë diskutim që do bëj tani është që shumë prej këtyre fakteve përkojnë në mënyrë të çuditshme me disa gjëra që kanë ndodhur në të vërtetë. Kështu që unë do t'ju lutesha, kush nuk e ka bërë ende, t'i bëj like faqes si të shihemi sërish dhe ndiqeni deri në fund, pastaj gjykoni. Ndiqeni deri në fund. Dua të nënvizoj që le ta marrim këtë si një përrall, të gjithën si një përrall, por bëni kujdes, sepse në çdo hap që do bëjmë tani, ashtu si do t'ja shtjelloj, ka diçka që të ngjashme me ecurinë e njerëzimit ose me ato që ka thuhet deri tani. Ne nuk e dim historinë e njerëzimit, por dëgjojeni me vëmendje. A e dini se ka një teori e kemi trajtuar në emisionin Enigma ku thuhet që ata që modifikuan njeriun ose që erdhen nga një planet tjetër ishin ilirët ose ilirianët? Po, t'ja u përsëris. Tregohet që një specie ka ardhur, një specie shumë e zhvilluar, disa mijëra vite më përpara, erdhi në këtë planet ku ekzistonin specie të tjera dhe këta vinin nga një yllësi, quajtur lira. Dhe ata i quajtën popullin e tyre, pra pasardhësit e tyre i quajtën Ilirians. Po, ose ilirianët. E kemi bërë në emisionin Enigma, por unë dua ta shtjelloj këtu sepse ka disa thash të vërteta që kanë dalë kohët e fundit. Ka një teori. Por unë do ta filloj nga aty ku erdhën lirët, sepse kështu quheshin lir, jo ilir. Quhen ilir sepse kur thua për një diçka, ata, lirët, ata, por vinin nga lira, pra yllësia lira. Disa mijëra vite më përpara, në këtë planet ekzistonin disa specie, mes tyre, pra ekzistonte majmuni, sepse njeriu nuk ekzistonte ende, ekzistonin disa specie, dhe këtu dominonin 4 specie. Mes tyre dominonte një, që ishte më kryesorja, dhe ishin reptilianët. Kur mbritën nga lira, pra ilirianët, gjetën këtë vend këtu sepse kërkonin një planet, sepse sipas thënieve, tregohet që janë 2 planete për bri një dielli që është më i vogël se yni, dhe edhe planetet janë 2 planete por të vegjël, shumë të vegjël mes njëri tjetrit, dhe meqense energjia e diellit po zbehej dhe burimet e këtyre 2 planeteve po shteronin, ata kërkonin një vend tjetër ku mund të ishte i favorshëm. Dhe erdhën në planetin Tokë, pra ilirianët. Mirë po, kur erdhën, nuk e menduan, vetëm panë që ishte i favorshëm dhe nuk menduan që të qëndronin. Mirë po, me kalimin e kohës qëndruan dhe u bë takimi me reptilianët, sepse e morën vesh reptilianët dhe donin të dini se çfarë po ndodhte. Dhe kur u takuan dhe vendosën që të rinin këtu, reptilianët nuk donin që të rinin këtu. Dhe ta thanë që planetet nuk janë të tuat, nuk është yti, por është i të gjithëve. Kështu që ne do marrim një pjesë të planetit dhe do rrim këtu. Dhe mendohet që ndodhi një luftë bërthamore ose një luftë me mjete të rënda. Në fakt, sipas studimeve që janë bërë, kjo është pika 1, janë gjetur mbetje radioaktive. Bile dikush pretendon që në këto mbetje radioaktive, pra kur është bërë lufta, janë shfarosur dinosaur dhe një pjesë e madhe e specieve. Bile kur ndejtën në këtu ilirianët, filluan që të modifikonin majmunin. Dhe nga majmunët dolën shumë specie të tjera. Dolën ata si kafsh me, qose e keni lexuar në të gjitha tekstet antike, ku thuhet me njerëz me bri apo gjysmë kuaj, dhe gjysmë njerëz etj etj. Sepse bën disa testime se si mund të ishte specia më e fortë dhe më e zgjuar, dhe që mund të zhvillojë më mirë. Dhe këto ishin testet e para. Në fakt, tregohet, dhe kjo është pika 2, që kanë ekzistuar me të vërtet. Pra pjesë të këtyre specieve. Bile do t'ju them, specia e fundit që quhet që ishte një
trill që quhet, një me këmbëdhije, edhe me fjalë me lesh në trup, fytyrën e një njeriu, pra sepse ishte momenti i neandertalëve, ishin modifikuar speciet dal nga dal derisa kishte dal neandertali dhe nga neandertal dolën dhe specie të tjera. Dhe në këtë rast thash që është një dokument që e kam bërë në emisionin ton, ku romakët shkruajnë që e kanë kapur trillin, pra këtë gjysmë njeri dhe gjysmë dhi, e kanë kapur në Durrës, pra në kënetat e Durrësit, edhe bënte si dhi. Është e vërtet kjo që është shkruar në tekstet romake. Romakët, që të jeni të bindur për këtë, nuk shkruanin dokra, por e shkruanin si një dokumentar, pra një dokument të vërtet. Thashë kemi bërë në emision këtë, dhe kjo është dokumentuar, është e shkruar, që në Durrës kanë gjetur një specie të tillë, dhe thuhet që ishte specia e fundit, e mbijetuar. Tani, të kthehemi sërish tek ilirianët. Ilirianët, pasi bën një betejë të madhe me reptilianët në fund u dorëzuan, me fjalë u dorëzuan, kërkuan paqe të dy, sepse ndryshe do shkatërroi komplet planeti. Dhe pas disa viteve që kishte këto mbetje toksike, kaluan mijëra vite, u kthyen dhe filluan që të jetonin këtu. Mirë po, me kalimin e kohës kuptuan që kishin probleme, sepse edhe pse po modifikonin njeriun, kishin probleme, pra ilirianët. Dhe mendohet që u kthyen me fjalë një pjesë e tyre, shkuan të jetojnë brenda hënës. Dhe tregohet që gjatë kohës nga hëna dhe këtu ata kthehen sa herë që kanë nevojë për disa thuhet që jetojnë këtu, disa thuhet që jetojnë atje, por e vërteta qëndron që shumë teori ka që në planetin në hën ka një bazë aliene. Dhe thuhet që janë këta, janë thash ilirianët. Në qoftë se ju vjen ndërmend me fjalë, sepse tregohet që gjatë viteve këta kanë bërë edhe modifikime. Përveç modifikimit të njeriut, kanë bërë edhe klone. Dhe nëse ju vjen ndërmend me fjalë që mund të jenë alien me gri, apo ku ta di unë, apo të gjatë, apo bjond, apo ku ta di unë, jo. Janë krejtësisht si njerëz, të paktën kështu thuhet. Tamam, thash merreni si për ralla këto, janë tamam si njerëz, si mua dhe si ju. Por vetëm inteligjenca e tyre shkon më tej dhe jetojnë me mira vite. Dhe tregohet që gjatë viteve ata kanë marrë njerëz dhe vazhdojnë që të marrin dhe shkencëtar apo ku ta diun, dhe gjatë jetës edhe kanë bërë edhe evoluimin e njeriut nëpërmjet disa hibridëve, sepse u kanë mësuar atyre gjëra të rëndësishme që të eci përpara, sepse kanë vënë re që me anë të inteligjencës, pra njeriu, pra inteligjencës së IQ i më i madh, e bën që të eci njeriu të eci më pranë species që e ka prodhuar, pra baballarëve të tyre, ose ata që e kanë ndërtuar si specie. Dhe si përfundim, tregohet që ky është një moment delikat, sepse përveç se ata nuk mund të jetojnë për herë këtu në këtë planet, për disa arsye që nuk i kuptova, të them të vërtetën, sepse dikush mendon që nuk është i favorshëm ajri, disa mendojnë që ka disa përbërës të tjerë që nuk e bëjnë që ata, sepse duke jetuar ata mijëra vite, e kuptojnë gjatë viteve që ata nuk mund të jetojnë për herë këtu. Dhe herë shkojnë diku tjetër në një planet që qënkër ka më i vogël, dhe pjesën ndërmuese të jetës ata e kalojnë në bazën e tyre në hën, të paktën kështu thuhet. Thash, merrini këto si fantazi, por do të dëshiroja që në fund të kësaj të bëni një komentin tuaj dhe të më thoni se çfarë mendimi keni. Mbajeni mend. Pra, specia që ka ardhur në këtë planet dhe që ka modifikuar njeriun, nuk janë ata që thuhet me fjalë, ato që thot Zakaria Sitchin, dakord, që i quajnë Anunnak, por në të vërtet quheshin lira, ose vinin nga lira, sepse planeti 12 ose planeti që vinte këtu dhe vjen një në 3600 vjet, është një planet që është si punë varke, që ata vinë nga lira, shkojnë në këtë dhe pasi arrin 3600 vjet për afrohet me tokën, ata zbresin këtu. Kjo është ideja me pak fjalë, por mendohet që janë pikërisht kjo specia e lirëve ose ilirëve.
do të dëshiroja një komentin tuaj, pres komentet tuaj, ju përqafoj, thash merrini këto me pinca, por dëgjojeni mirë dhe deri në fund dëgjojeni shpeshherë që të diskutojmë së bashku dhe të kuptojmë të paktën të vërtetën. Sepse mendohet që shumë afër, me fjalë, shumë shpejt do të ketë disa përplasje, le të themi, mes reptilianëve dhe lirëve. Në fakt, kjo shpjegon edhe faktin që është munduar që ta shfarosin racën shqiptare për disa arsye që do t'ju them më vonë, sepse këtu kemi të bëjmë me historinë e popullit tonë. Pres komentet tuaja, kalofshi bukur.